4 aksidente në punë janë shënuar në muajt e parë të këtij viti. Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore ka shtrirë kontrollet dhe në institucionet publike, duke u bërë thirrje të respektojnë masat e sigurisë në punë. Gjatë vitit 2023, në rajonin e Korçës kemi patur vetëm 1 aksident. Në vitin 2024 kanë qenë 8 aksidente, pjesën më të madhe të së cilës e zinin aksidentet në institucione publike. Nëpërmjet televizionit tuaj i bëj thirrje të marrin masa për të forcuar sigurinë dhe shëndetin në punë. Ndërsa fatkeqësisht për 4 mujorin e parë të vitit 2025 kemi 4 aksidente në punë, nga të cilat 2 me pasojë vdekje, 1 në sektorin e ndërtimit dhe 1 në sektorin prodhues, dhe 2 aksidente të tjera po në sektorin prodhues, po me dëmtim të gjymtyrëve. Pëllumbi bën me dije se një fushat informuese dhe ndërgjegjësuese është zhvilluar në datën 28 prill, që shënon ditën botërore për sigurinë dhe shëndetin në punë. E veçanta e këtij viti ka qenë sepse ne kemi zhvilluar një orë leksioni të hapur me nxënësit e shkollës së mesme teknike o profesionale të qytetit të Korçës, sepse është ky kontingjent nxënësish që nesër do të përballen me tregun e punës dhe ata të kenë një uri të mjaftueshme lidhur me marrëdhëniet e punës, me lidhjen e kontratës së punës në momentin që do fillojnë punë në një subjekt qoftë privat apo shtetëror, si dhe me rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë. Inspektorati Shtetëror i Punës, krahas zbatimit të legjislacionit në fushën e marrëdhënieve të punës, kontrollon dhe dispozitat ligjore në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë.